Karma ka një mënyrë të çuditshme me ta kthy jetën përmbys. Jo me zhurr, por me atë heshtjen që ti pret fjalët me gjys. Ka njerëz që t'kan prej keq, kan ec me shpirtin tan. Si me qenë ti hin rrugë, jo njeri që mban botën në krah. Por koha nuk i fal lojtarët e liq pa i marrë në pyetje. Këta njerë që sot flasin fort, nesër i mbyt pendimin në heshtje. Do vi dita kur do e kuptojnë se gabimi s'ka qenë të ti, por të mënyra si e kanë trajtu dike që vesh ka dash me dhën respekt. Kjo s'është hakmarrje as mallkimi huajnë qill, është e thjesht ligji i botës, çdo zemër kthen atë që merr. Edhe unë besoj, jo me inat, por me qetin shpirt, se koha vjen për secilin, edhe për ata që t'kan lëndu dikur. Edhe për ata që t'kan lëndu, edhe për ata që t'kan lëndu. S'ti nëndrohen si asgjë, por mësimet kur nuk shuan. Disa njerëz që ti larguan duar, kthehen ma vo me duar bosh. E aty e kuptojnë se ajo që humbën s'ka qenë thjesht një njeri, ka qenë që se gjej ma poshtë. Në fund ti ekspar, se drita jote i vërbon hijet. Ata do e shojnë vetëm kur të jetë vonë. E pendimi vonuar është dënimi ma i madh, që njeriu i jep vetes pa kërku falje te askur.